Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë arritur një marrëveshje pas bisedimeve me rrezik të lartë në kryeqytetin pakistanez. Me zëvendës presidentin J.D. Vance, që tha se Teherani refuzoi të pranonte kushtet e Washingtonit pas 21 orësh negociatash në Islamabad. Lajmi i keq është se nuk kemi arritur një marrëveshje dhe mendoj se ky është një lajm i keq për Iranin, shumë më tepër se sa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U tha Vance gazetarëve pak para se të largohej nga Islamabadi, pas takimit të nivelit më të lartë midis Washingtonit dhe Teheranit që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Ai tha se Irani zgjodhi të mos i pranonte kushtet tona, duke shtuar se SBA duhet të shohë një angazhim themelor nga Teherani për të mos zhvilluar armë bërthamore. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit tha të dielën se askush nuk ishte pritur që bisedimet me SBA-n të arrinin një marrëveshje në seancë të vetme. Ai tha se Teherani ishte i bindur se kontaktet midis nesh dhe Pakistanit dhe miqve tanë të tjerë në rajon do të vazhdojnë. Një person ka ndruar jetë të shtunën në qendrën klinike universitare të Kosovës si pasojë e plagëve të marra nga një aksident që kishte ndodhur me 5 prill në fshatin Luk të Podujevës. Sipas raportit të policisë, viktima i cili ka qenë duke u trajtuar në ÇKUK më 11/6/2026 ka ndruar jetë. Vdekjen e tij e ka konfirmuar stafi mjekësor. Ndërsa me urdhër të prokurorit, trupi i pajetër dërguar në IML për obduksion. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur çmime të reja të derivateve të naftës në Kosovë. Sipas njoftimit, çmimi i naftës është caktuar 1.84 për litër, benzina 1.44 euro për litër, ndërsa gazi 0.89 euro për litër. Krahasuar me ditën e shtunë, çmimi i naftës ka shënuar rënje prej 2 centësh. Luhatit në tregun e derivateve vini një kohë tensionesh ndërkombëtare, të ndikuara nga zhvillimet e fundit në lindjen e mesme dhe pasiguria rreth furnizimit global me naftë. Sot besimtarët ortodoks në mbar botën po festojnë Pashkët ortodokse, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit krishter. Kremtimet sipas besimit ortodoks shënojnë ringjalljen e Jezu Krishtit dhe zhvillohen me mesha solemne, lutje dhe tradita familjare që bashkojnë komunitetet ortodokse. Në shumë vende, përfshirë dhe rajonin, besimtarët marrin pjesë në shërbesat e mesnatës dhe shkëmbejnë urime tradicionale të festës. Pashkët ortodokse simbolizojnë shpresën, paqen dhe besimin, duke shënuar si një ditë e veçantë për miliona besimtarë në mbar botën.